Nuk ka ndryshim, sërish do ta kemi pra kandidatën zonjën Albulena Haxhiu. Sigurisht votimi i fshehtë nuk është shkelje as ligjore, as procedurale, edhe besoj që do të shkojmë në njëjtën formë. Subjektet politike tashmë i kanë qëndrimet e veta, unë nuk e kuptoj pse nuk hyjnë në votim të fshehtë. Dhe ndoshta kjo na shtyn në idenë asaj që ata mund të kenë frikë ndoshta nga deputetët e tyre. Mirë po nuk e besoj këtë, sepse me qenë se pra janë këto numra cilat janë tashmë, e që cilat ju po i shihni, mund të ketë deputet i cili pra vendos me vullnetin e vet për ta zhbllokuar. Sepse subjektet politike pra kanë qëndrimet e tyre mbajnë anë, ndoshta thash në vullnetin e tyre politik, mund të jetë ndonjëri i cili pra vendos që ta zgjedh kryetarin e kuvendit, të konstituohet pra kuvendi në tërësi dhe të vazhdojmë procedurën. Kjo çështje është e kryetarit tashmë, kryetarit ton, kryeministrit Kurti, i cili besoj që e pati iniciativë të tillë, duke i thirrë liderët që të konsultohet. Kësa iniciative ju përgjesh vetëm një, domethënë, subjekt politik siç është e Partia Demokratike e Kosovës, pra kryetari i saj zotri Krasniqi, ku diskutimet kanë qenë transparente. Aty nuk u përgjesh pra Lidha Demokratike e Kosovës, madje e konsideroj si humor. Unë mendoj që duhet gjenden mënyra, rrugë, tentime të ndryshme që ta zhvillojmë këtë situatë.